Analizë sistemi. Tashmë bota e biznesit dhe informatika janë të lidhura ngushtë. Në këtë piktakim ka dalë nevoja e rolit të analistit të sistemit. Ky profesion i nivelit të lartë të ekspertizës ushtrohet nga burra dhe nga gratë. Po çfarë bën konkretisht një analistë sistemi? Një ndërmarrje ka gjithnjë mundësi të rrisë fitimet, duke ulur kostot dhe duke përmirësuar produktivitetin e saj. Për këtë, analisti i sistemit bën fillimisht një skanim të veprimtarisë dhe proceseve të ndërmarrjes dhe vlerëson sa të përshtatshme janë sistemet informatike dhe praktika që përdor ndërmarrja, duke i krahasuar me nevojat që ka. Pas këtij vlerësimi, analisti i sistemeve u sugjeron klientëve zgjidhje të reja informatike, duke argumentuar për rezultatet që këto përmirësime do të kenë në rritjen e produktivitetit të ndërmarrjes. Pasi arrihet një marrëveshje për sugjerimet përfundimtare, analisti i sistemit në bashkëpunim me kolegë të tjerë përgatit ndryshimet në sistemin ekzistues ose krijon produkte të reja duke integruar veçori që më parë mungonin. Puna e analistit të sistemit vazhdon me konfigurimin dhe testimin e këtyre zgjedhjeve të reja, si dhe në kalibrimin e tyre derisa klientët të jenë të kënaqur me rezultatet. Gjatë këtij procesi, analisti i sistemit bashkëpunon ngushtë me klientin dhe me ekipin e kolegëve që merren me sistemet informatike të ndërmarrjes, si dhe me grupin e punës që merr pjesë në zhvillimin, konfigurimin dhe testimin e zgjedhjeve të reja. Për këtë me kohë përmirëson aftësitë prezantuese, të komunikimit dhe të punës me të tjerë. Nga bisedat me analistët e sistemit mësojmë se pozicioni kërkon aftësi analitike dhe vëmendje ndaj detajeve, si për fushën informatike ashtu edhe ato të biznesit. Sipas tyre duhen vite përvojë për të afirmuar në këtë profesion të kërkuar në treg. Ndikimi i drejt në suksesin e një ndërmarrjeje dhe mundësia për të qenë gjithnjë në kontakt me të rejat informatikës dhe biznesit janë disa nga kënaqësitë profesionale të analistit të sistemit. Bazat e këtij profesioni mund të merren në shkollat e mesme profesionale në degën e informatikës ose në universitet në degët informatikë ekonomike, por edhe nga fusha e matematikës aplikuar dhe të ngjashme. Hapat e para mund të nisin me role të ndërmjetme se analistë të dhënash, zhvillues programesh të tjerë, duke punuar pra një kolegu me përvojë. Analistët e sistemit i gjen në ndërmarrje të masive të ndryshme në të gjithë sektorin e informatikës, që ofrojnë konsulenca biznesi, produkte dhe sisteme informatike, pajisje kompjuterike e të tjerë. Mund të punojnë me kohë të plotë në mjediset të ndërmarrjes, të kombinuar me punë nga shtëpia, por edhe si profesionistë të lirë të vetpunësuar. Unë jam Devalda Murat, punoj si business analyst prej më shumë se 11 vitesh. E rekomandoj këtë profesion për disa arsye, një ndër të cilat është sepse është një profesion shumë dinamik, shumë i këndshëm, je gjatë gjithë kohës në kontakt me gjërat e reja, do duhet të përmirësosh veten, do duhet të përmirësosh biznesin duke u dhënë gjithmonë sugjerime ose duke përmirësuar proceset e tyre të punës. Ja u këshilloj të gjithë studentëve që duan të ndjekin këtë fushë, është një profesion i cili përpos faktit që do të zhvilloj gjatë gjithë jetës tënde, do e kuptoni me vite që ka qenë zgjidhje e zgjuar.